këtë edicion do të ndiqni. Homazhe dhe ceremoni varrimi për veprimtarin e çështjes kombëtare Mentor Kaçin. Drejtoria e Inspektoratit edhe gjatë vikendit në aksion për lirimin e hapësirave publike. Humanisja Going, diagnoza e kancerit më mësoi ta dua jetën më shumë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mes lotësh, emocionesh e nderimi, i është dhënë lamtumira fundit sot veprimtarit ish të burgosurit politik Mentor Kaçit. Qytetarë të shumtë morën pjesë në omazhe dhe në kortezhin mortor, të cilët vlerësuan lart kontributin e të ndjerit Kaçi, duke puhuar se Kosova ka humbur një intelektual me shumë vlera kombëtare. Sot ju dha lamtumira fundit ish të burgosurit politik dhe adhetarit Mentor Kaçi. Qytetar, familjar, miq dhe ish të burgosur politik bën homazhe para arkivolit të ndjerit ku vlerësua lart vepra dhe aktiviteti i tij adhetar. Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, tha se Mentor Kaçi bëri shumë për vendin, por mbeti gjithmonë modest. Mentori nuk ka lyp protagonizëm. Fare. E kem taku në rrugë, në përzyra, kom bisedu me te. Kur nuk është nalë të menu se qysh muj me e bo dhe një hap ma përpara si vend. Jo vetëm si Gjakovë, po si Kosovë. Kur as njëherë. Qarë do bisede me te? Ka qenë edhe një ide ma shumë, edhe një nëzitje ma shumë, për se cilin për njesh. Po nuk ka lyp protagonizëm. E dashur familje Kaçi, duheni me qenë krenar, që e keni pas. E di që dhembja sot është e madhe për ju, si që është për shumë kënd. Mirë po, jeta gjithqysh kputet një ditë. E lumë ata që kanë lënë emën për vete, për familjen, e që na kanë bo jetën neve më të lehtë edhe sfidën më të lehtë me sakrificën e vetë. I qofti lehtë dhe i Kosovës. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi se Mentor Kaçi kontriboi shumë për atë dheun, duke shtuar se ai ishte edhe piktor e artist. Ai i përkiste atyre njerëzve të cilët nuk dëshironin protagonizëm, por bënin krejt çfarë dinin e mundin për lirinë e popullit, për Kosovën Republik, për bashkimin kombëtar. 2 herë i burgosur politik, një herë në vitin 1981 5 vjet i dënuar, e pastaj në vitin 1981 7 vjet i dënuar, 12 vjet burg gjithsej, në kohra teje të vështira, kur shumë njerëz kanë hezituar edhe të përshëndeteshin me antarët e familjes së tij se lëre më të bashkoheshin apo ta ndihmonin atë. Mentor Kaçin do ta kujtojmë edhe për banesën e tij të vogël, po me zemër të madhe, që besoj shumë prej jush e kanë vizituar, e unë pata rastin e fatin që këtë ta bëj para një viti në janarin e vitit kaluar, atëherë kur aty s'kishe se ku uleshe prej pikturave të tij të mëdha, të cilët ta mbyllnin shikimin, por edhe s'mund t'u ndaje syt. Benet Kaçi, djali Mentor Kaçit, falenderoi të pranishmit që qëndruan pranë familjes në këtë ditë të vështirë. Sot s'mujt flas shumë, po më tradhën zëri dhe emocionet, po do të sjell kujtimet e babit si prind, si gjysh. Kohët e fundit babi ka pikturuar më shumë. Edhe kur donatit i lindën vajzat, pastaj edhe mu fëmijët djemt, babi u lumturu shumë, u gëzu shumë. Edhe gjua e përbashkët me ta ishte piktura. Ata i bënin vizatime, e babi i bënte piktura. Kjo ishte gjua atyne dhe kështu knaqër shumë. Edhe si përfundim shtëpitë tona u mbushën me piktura. Dhe këto do t'jenë kujtimet e babit, do t'a kujtojmë gjithmonë, ashtu siç ishte i thjesht, i dashur për të gjithë. Veprimtari Mentor Kaçi u varros me nderime në varrezat e qytetit në Gjakovë.
Gjatë gjithë ditës së sotme, inspektoratin në Gjakov, edhe pse vikendi, ka punuar në lirimin e hapësirave publike. Ekipi ynë ka përcjellur nga afër aktivitetet e tyre në disa zona të shtetit dhe në 2 materiale të radhës do të njihemi më konkretisht se çfarë punua sot nga ky dikaster. Drejtoria për inspektime në kuadër të komunës së Gjakovës në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit ka ndërmarrë aksion për rënimin e një objekti të vjetër në afërsi të shkollës Mazlum Këpuska, pasi i njëjti është vlerësuar si rrezik potencial për sigurinë e nxënësve. Sipas autoriteteve komunale, objekti ishte i amortizuar dhe paraqiste rrezik të vazhdueshëm për fëmijët që e frekuentojnë shkollën dhe zonën përreth, duke bërë të domosdoshëm ndërhyrjen institucionale për eliminimin e çdo rreziku. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, tregoi se cili është qëllimi i këtij rënimi. Rënimi i këtij objekti është ka bëhet për shkak të sigurisë, për shkak se është në oborrin e shkollës Mazlum Këpuska, edhe është vlerësuar pe komisionit si objekt i rrezikshëm e kemi larguar për shkak që zot Runa me na ndodh ndaj sa ndaj fëmijë është komplet për çështje sigurie. Kjo është arsyeja pse kena rënë këtë objekt. Në terren ishte i pranishëm edhe drejtori i arsimit Hysem Brahimaj, i cili e vlerësoi këtë ndërhyrje si shumë të nevojshme për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe garantimin e sigurisë së nxënësve. Aksioni ka qenë domosdoshëm për shkak të rrezikut që paraqet të nxënësat e shkollës së Mazlum Këpuska, siç po shihni këtu në oborrin e shkollës, edhe rreziki ka qenë permanent çdo ditë për këtij objektit. Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë me identifikimin dhe largimin e objekteve të ngjashme që mund të paraqisin rrezik, në mënyrë që hapësirat pranë institucioneve arsimore të jenë sa më të sigurta për fëmijë. Aksioni për largimin e objekteve që paraqisin rrezik për sigurinë e fëmijëve po vazhdon edhe në institucione parashkollore të komunës së Gjakovës. Kësaj radhe ndërhyrja ishte realizuar në institucionin parashkollor Ganimete Tërbeshi, ku ka nisur rënimi i një muri që ndodhej brenda hapësirës së institucionit dhe që ishte vlerësuar si i pasigurt për fëmijët. Sipas autoriteteve, muri ishte i dëmtuar dhe me rrezik potencial për shembje, andaj u konsiderua domosdoshme ndërmarrja menjëhershme masave për eliminimin e këtij rreziku dhe krijimin e një ambienti më të sigurt për qëndrim dhe aktivitetet e përditshme të fëmijëve. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, ka dhënë më shumë detaje lidhur me këtë aksion. Sikur objekti të shkolla Mazlum Këpuska që ishim më herët, edhe ky muri këtu është rrezik për fëmijët e qerrës Ganimete Tërbeshi, për këtë arsye, për shkak të rrezikut që ju ka nisur ty në fëmijëve, kemi vendosur me e largu. Në këtë lokacion ishte i pranishëm edhe drejtori i arsimit Hysem Brahimaj, i cili e vlerësoi këtë ndërhyrje si të nevojshme për garantimin e sigurisë së fëmijëve dhe krijimin e kushteve sa më të mira në institucionet parashkollore. Pas aksionit të policisë së Kosovës për lirimin e trotuareve dhe angazhimit të drejtorisë së inspekcionit për largimin e mallarve të ekspozuara që pengonin lëvizjen e lirë të qytetarëve, janë shtuar ankesat për mungesë të vendeve të parkimit në qytet. Qytetarët ndonë i kanë mirëpritur këto aksione, por të njëjtët kanë kërkuar edhe zgjidhje për parkingje pa pagesë. Pas aksionit të policia Kosovës për lirimin e trotuareve dhe angazhimit të drejtorisë së inspekcionit për largimin e mallarve të ekspozuara që pengonin lëvizjen e lirë të qytetarëve, janë shtuar ankesat për mungesë të vendeve të parkimit në qytet. Qytetarët shprehen se megjithse po respektohet më shumë rendi në trotuare, ata po përballen me vështirësi për të gjetur hapësira ku mund të ndalojnë dhe parkojnë automjetet e tyre. Ankesat lidhen kryesisht me mungesën e parkingjeve publike të organizuara. Megjithatë, gjatë kësaj jave janë identifikuar dhe funksionalizuar disa hapësira publike për parkim, të cilat aktualisht janë në dispozicion pa pagesë për qytetarët. Në rrugën Yllmërina është krijuar një hapësirë e re parkimi, po ashtu edhe në një rrugë në afërsi të Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës është përshtatur një zonë ku lejohet ndalimi dhe parkimi i automjeteve.
Qytetarët kanë theksuar se nevojitin hapësira të tilla edhe në zona të tjera, si në afërsitë të Qerdhja Ganimet të Tërbeshi në rrugën Anton Qeta, ku sipas tyre mungesa vendeve të parkimit krijon vështirësi të përditshme, sidomos në orët të frekuentuara. Në disa rrugë ku hapësira është më e gjerë, ekziston mundësia që të vendosen parkingje publike të rregulluara, çka do të ishte një zgjidhje afatgjatë për lehtësimin e qarkullimit dhe parkimit në qytet. Profesoresha Saki Bedoli prej vitesh i është përkushtuar trajtimit të rasteve të dhunës në familje, duke u bërë një zë i fortë dhe palodhur në mbrojtje të grave dhe vajzave. Përmes punës së saj të përditshme, ajo ka ndihmuar qindra gra që dalin nga cikli i dhunës, duke ofruar mbështetje emocionale, këshillim profesional dhe orientim ligjor. Që nga fillimi i vitit 2026, në strehimoren për viktimat e dhunës në familje, nënat me fëmijë, janë strehuar 18 raste, 7 gra, pjesa tjetër fëmijë, ndërka që numër është shënuar edhe në strehimoren e fëmijëve. Kështu shpreh konsulentja në strehimoren Shtëpia e Sigurt, Saki Bedoli, duke ndarë detaje me numrin e të strehuarve të këtij viti. Gjithsej kanë ardhur 18 raste, prej të cilave 6 gra, 7 gra edhe pjesa tjetër fëmijë, djemë dhe vajza. Këtu sa i përket strehimores për viktimat e dhunës në familje, nënat me fëmijët. Ndërsa në strehimoren e fëmijëve për vitin 2026, edhe ky ke 2026, domethënë kemi krejt 8 fëmijë, prej tyre 5 vajza edhe 3 djemë. Bazuar në numrin e përgjithshëm të strehimoreve, Vetëdijësimi e ka bërë punën e vetë, sepse viktimat kërkojnë ndihmë në institucione, ka bërë të ditur Doli. Bazuar në numrin e përgjithshëm, domethënë në polici ka raste më shumë se që shkojnë strehimore, por bazuar në numrin e përgjithshëm të strehimoreve, mendoj që vetëdijësimi e ka bërë punën e tij, sepse viktimat tani kërkojnë ndihmë në për institucione, edhe e bëjnë zgjidhjen, domethënë edhe jashtë strehimores. Mirë, po ka dhe raste të tilla, të cilat nuk kanë zgjidhje tjetër përveç strehimores. Prandaj mund me thënë se pak a shumë ka rënë numri i kërkesave për strehimore. Mekanizmat ndërkomunal, institucionet e po ashtu dhe fushatat sensibilizuese kanë bërë të mundshme që të ketë vetëdijësim më të madh. Mekanizmat ndërkomunal që punojnë nëpër komuna e kanë bërë po ashtu punën e tyre, sepse aty mekanizmi i përbën të gjithë institucionet dhe ato që kanë peshën më të madhe policia, gjykata, strehimorja, qendra për punë sociale, mlidhen edhe jashtë mekanizmave, edhe gjithashtu fushatat, të cilat organizohen çdo vit, por jo vetëm gjatë ditëve që janë të para nga konventa e Kombeve të Bashkuara, por edhe fushatat e përditshme, puna OJQ-ve ka bërë që gratë të vetëdijsohen. Unë dilën isha në teren të komuniteti i Rom Bashkali Egjiptian, besoj që edhe ato gra, të cilat ndoshta nuk dinë as shkrim lexim, domethënë duke pas punë me strehimoren, me qendrën, janë vetëdijsuar, edhe tani nuk presin, por kërkojnë ndihmë në institucione. Ndërka që Doli me sera është thasë se përveç viktimave të dhunës, institucioni punon edhe me dhunuesit ku bëhet trajtimi i tyre dhe duket se me këtë fakt është rritur edhe vetëdijësimi. Gjithashtu mund të thekë se na punojmë edhe me dhunuesit. Punojmë më spari janë burrat e grave që janë në strehimore. Edhe na e marrim trajtimin e tyre bëjmë në rrjetin Qeliza. Punojmë me ata që kanë bërë dhunë, sepse ata kanë një dënim alternativ, edhe besoj që nga ato gra që me cilat kemi punu me burrat e tyre nuk kërkojnë ndihmë. Unë mendoj që edhe trajtimi i burrave e ka bërë punën e vet, sepse me burrat pak janë marrë. Ligji ta cakton burgin edhe, por tash trajtimi është vetëdijësimi i tyre. Ata marrin informacion për llojet e dhunës, se ka dha siç jam shën shëplak dhe kjo nuk është dhunë. Domethënë vetëdijsohen edhe ata, edhe mendoj që edhe kjo ka ndikuar në uljen e dhunës, nivelit të dhunës, qoftë në bazë gjinore, qoftë dhunës në familje. Mes tjerash nga strehimorja Shtëpia e Sigurt, bëhet e ditur se gjatë vitit 2025 janë strehuar gjithsej 85 raste,
Prej tyre 31 gra e 54 fëmijë, ndërkaq sa i përket strehimores së fëmijëve, gjatë vitit 2025 janë strehuar gjithsej 24 fëmijë. Elizabeth Going është një grua humaniste e mvjetuar kancerit të gjirit e cila prej vitesh jeton në Kosovë. Në emisionin Med Plus ajo ka rrëfyer rëndësinë e komunikimit me pozitivitet, dashurinë ndaj gjërave të vogla, emocionet dhe fragmente të shumta të jetës së saj, që po përjeton në Kosovë prej 2 dekadash. Elizabeth Going në Kosovë prej afro 20 vitësh njihet si një person pozitiv e afërt me njerëzit dhe pjesëmarrëse në shumë projekte që lidhen me humanizmin në vend. Në emisionin Med Plus ajo ka folur për rëndësinë e të folurit motivues dhe me qëllim që të gjithë njerëzit i shmangën negativitetit dhe të jenë sa më shumë pozitiv. Kënaqësia ime ka qenë me përcjell mesazheve njëri tjetrit, jo mesazheve prej meje, po më pas rast kryeministër për shembull, më shku edhe më taku me familjet që janë me nevojë ose që janë anashkaluar prej sistemit, edhe më ndëgju zërin e tyre në mënyrë që mund të ndryshohet politiket e qeverisë. Po në njëjtën kohë edhe për individët që janë prej komuniteteve të marginalizuar, më pas ato mundësitë më ndëgju prej ti, ose në rastet e tjera kemi pas dukeshe Cornwall, që tash është mbretëreshe Camilla në Londër, në Angli, edhe ajo ka ardhur me vizit, edhe kjo ka qenë ndoshta një nga privilegjet më të mëdha të jetës sime, jo që unë jam taku me ta, që patjetër ka qenë një privilegj, po më pas mundësi për vullnetarët të organizatës sonë, të stafit, të përfituesit të projekteve tonë, më pas rast me përcjell tek mbretëreshe brengët e tyre, përvojat e tyre. Humanistja gjithashtu tha se teknologjia po ndryshon gjithçka e gjithsesi edhe mënyrën e jetesës, por përdorimi i saj në mënyrë të balancuar mund të shmangë dinamikën e shqetësimeve familjare. Kuptohet që teknologjia ka shndru gjithçka, edhe besoj që të gjithë si individ duhemi vendos kufit për përdorimin e teknologjisë, sepse kjo po indikon edhe po pengon lidhjet tonë njerëzore. Pra, për shembull kur burri dhe unë ulemi për më hangër, nuk e kemi telefonet ofër. Edhin që me qenë na bashkë, duhemi me qenë bashkë na. Të qenurit negativ ndikon edhe në zhvillimin personal të individit, shtoi humanistja Going. Studimet tregojnë që njerëz që kanë më pak, zakonisht e vlerësojnë më shumë edhe kanë një kënaqësi në atë që kanë, ndërsa njerëz që kanë më shumë, zakonisht don edhe më shumë. Edhe po mendoj që këtë qasje për mindfulness, për vëmendje, për me shiju, e kam fjalë edhe për ushqim, tamam me shiju, po me shiju me çdo shqiz edhe çdo moment, është diçka që jepat kënaqësi jetës edhe jepat një pozitivitet. Pra, kur një njeri ndihet negativ për diçka, nuk mjafton me thënë hajde bohu pozitiv, se edhe në kjo nuk është e mundshme. Po me thënë, çfarë janë gjërat që mundesh me prek? Tash në këtë moment, çfarë është teksturën e tekstilit për cilën e ki, ose çfarë është era tash që e ki në lëkurën tënd, ose çfarë mundesh me marrë me nuhat në këtë moment. Këto janë tekniket edhe kur njeri përballet me ankthin ose në një moment më të vështirë. Tutje ajo ndau edhe përvojën e saj për menaxhimin e ankthit në rrethana të caktuara. Unë personalisht kur jam në aeroplanet, ndonjëherë kam këto ndjenje të ankthit që janë të palogjikshme, nuk lidhet me janë pak si klaustrofobi, janë pak si për shkak që janë po, edhe shpesh unë përdor këto që okay, 3 gjëra që mundem me pa, 3 gjëra që mundem me ndigju, 3 gjëra që unë mundem me, edhe kjo është një farë qetësimi, sepse ti bëhesh më grounded, më në kontakt me botën reale. E diagnostikuar me kancerin e gjirit, humanistja nga Anglia Going foli edhe për disa gjëra që mësojnë nga jeta, pasi u diagnostikua me sëmundjen e kancerit. Prej krejt përvojës, menjëherë mes diagnozës,
unë kam kuptu që jam ba shumë ma shumë e vamenshme ndaj jetës, edhe çfarë privilegj është me qenë gjallë, edhe me pas mundësi me ndigju këto zëret, ose me pa këto palmje të bukura, ose me pas njerëz të dashur për rreth teje. Historia saj është dëshmi se edhe momentet më të vështira njeriu mund të gjej forcë për të vazhduar përpara dhe për ta kthyer përvojën personale në një mesazh frymëzimi për të tjerët. Në fjalimet e saj motivuese, Elizabeth shpesh ndan mesazhe shprese dhe qëndrueshmërie. Përmes rrëfimit personal, ajo synon të thyej stigmat dhe të fuqizojë të tjerët që të mos ndihen të vetmuar në përballje me vështirësitë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Homazhe dhe ceremoni varrimi për veprimtarin e çështjes kombëtare Mentor Koçin. Drejtoria e Inspektoratit edhe gjatë vikendit në aksion për lirimin e hapësirave publike. Humanisja Going, diagnoza e kancerit më mësoi ta dua jetën më shumë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.